Kriza ekonomike që ka përfshirë të gjithë vendin ka shkaktuar mbylljen e qindra bizneseve, e përpasoj është rritur edhe numri të papunëve. Nënkryetari i Bashkisë së Elbasanit, Serafim Papa, thekson se aktivitetet e prekura nga kriza janë biznese të vogla dhe të mesme. Pasoja e kësaj situate i ka shtuar listës së të papunëve edhe rreth 200 persona. Janë të regjistruar gjithsej 246 biznese. Ato kanë aplikuar pranë qeverisë për regjistrim. Në qoftë se krahasojmë me vitin 2012, kur në të gjithë vitin u regjistruan gjithsej 460 biznese, kjo shifër është e lartë dhe paraqet gjendjen jo të mirë ekonomike që kanë bizneset në qytetin e Elbasanit. Rreth 200 persona në qytetin e Elbasanit për këtë periudhë kanë dalë të papunë. Nga ana tjetër, tregtarët tregojnë se ka rënë fuqia blerëse e përrjedhoi edhe fitimi i lëpër të dëshiruar, që ka sjellë edhe falimentimin e bizneseve të tyre. Kriza bën punën e vet, papunësia bën punën e vet. Nuk di çfarë thënë tjetër, por neve jemi në gjendje shumë të vështirë ekonomike. Nuk arrim dot të paguajmë sigurinë shoqërore. Radha parë ekonomia, papunësia. Alarmi për mbyllje biznesesh ka patur gjatë gjithë këtij viti në të gjithë vendin, po për shkak të krizës ekonomike.